momenti që është bukur i qartë edhe në aspektin politik, mirë po edhe në aspektin kushtetues dhe ligjor, tani më po dihet është përfaq arsyeja pse, arsyeja është koha, ne nuk e dim se për çka po i nevojitet koha, e dim që marrëveshje politike që do të themelonte një qeveri nuk ka vullnet asnjë parti me bo, deklarimet janë bukur sakta të partive opozitare që nuk kanë interes me pas marrëveshje politike për qeveri, përderisa pozicionet për president janë po ashtu bukur të qarta. Edhe njëherë ripërsëris, aleanca e mbështet konstituimin jo vetëm të kuvendit, po të gjitha institucioneve duke përfshi presidentin. Aleanca është zotu si partia e parë që është e gatshme që votat në kuvend t'i ofroj për një president konsensual, tani më që është po ashtu një dakordim i gjerë politik, duke përfshi edhe vetëvendosjen. Kjo është një hap përpara. Atëherë çka është problemi? Problemi qëndron që strategjia që është duke ndjekur sot lëvizja vetëvendosje ka të bëj me kohën dhe me presionin për diçka tjetër që na nuk po e dim çka. Për shkak se po të ishte interesi për ta zgjedhur presidentin, respektivisht për t'i bërë hapat për të konstituuar Kuvendi i Republikës Kosovës, kjo do të ndodhte. Për shkak se ne jemi dakorduar që ka vullnet me i konstituu kuvend pa transakcion politik.